Vëllai i Olës hyn në ambientet e ferma VIP me një qëllim të qartë, të flasë drejt për drejt me motrën e tij dhe t'i shpreh shqetësimet që ka për rrugën që ajo po ndjek brenda fermës. Që në momentin e parë, prania e tij ndihet e rëndë, jo thjesht si një vizitë familjare, por si një ndërhyrje e fortë emocionale. Ai nuk vjen për të bërë biseda të zakonshme, apo për t'i dhënë kurajo, por për të vendosur kufi dhe për të kërkuar sqarime. Sa po përballet me Olen, ai nuk i kursen fjalët. Me një ton serioz dhe të prerë, i thot se ajo po e humb fokusin dhe po lejon që një lidhje sapo krijuar brenda fermës ta ndikojë më shumë se sa duhet. Ai e vë në dukje se publiku jashtë po e sheh dhe po e gjykon çdo veprim të saj dhe se ajo duhet të mendojë për imazhin, për familjen dhe për veten e saj jashtë këtij formati. Fjalët e tij nuk janë të buta, janë të drejtë për drejta dhe her pas here tingëllojnë si presion i hapur. Ola përpiqet të mbrohet, duke thënë se gjithçka që po ndodh është e sinqertë dhe se ajo po sillet natyrshëm. Ajo shprehet se nuk dëshiron të shtiret apo të jetojë sipas pritshmërive të tjerëve, por sipas ndjenjave të saj. Megjithatë, vëllai nuk tërhiqet, ai e ndërpret disa herë, duke insistuar se ndjenjat në një ambient të tillë mund të jenë të përkohshme dhe të ndikuara nga izolimi dhe presioni i lojës. Ai i kujton se ferma VIP është një garë dhe jo një vend për të ndërtuar lidhje serioze, të paktën jo pa menduar pasojat. Sipas tij, ajo duhet të ruajë dignitetin dhe të mos lejojë që një marrëdhënie e paqartë ta vendosë në një pozicion të vështirë përpara publikut. Ai e sheh këtë situatë si një rrezik për reputacionin e saj dhe për mënyrën se si do të perceptohet jashtë. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Ola fillon të ndjej peshën e fjalëve të tij dhe emocionet i dalin në sipërfaqe. Ajo përpiqet të shpjegojë se nuk është duke bërë asgjë të gabuar dhe se ka nevojë për mbështetje, jo për gjykim. Por vëllai vazhdon me të njëjtin qëndrim, duke i bërë të qartë se si familja ata presin më shumë prej saj. Në fund të bisedës, mbetet një ndjesi e fortë presioni dhe paqartësie. Ola duket e lëkundur mes asaj që ndjen dhe asaj që i kërkohet nga jashtë. Ndërsa vëllai largohet, ai lë pas një mesazh të qartë. Ajo duhet të mendojë mirë çdo hap që hedh, sepse çdo vendim i saj brenda fermës ka pasoja edhe jashtë saj. Kjo ndërhyrje nuk është thjesht një moment familjar, por një pikë kthese për Olen, e cila tani duhet të përballet me një dilemë të vështirë, të ndjek zemrën e saj apo të dëgjojë zërin e familjes dhe të publikut.